vazhdoj pak të ky skenar, se teoritë konspirative kanë qenë të shumta, operime, kanë qenë ka bërë operacione plastike, ai mund të jetë i larguar, mund të jetë në Shqipëri. Pra, nëse ai në një rast të mundshëm mund të kthehet fizikisht, çfarë ndodh me gjithë të procedurën pastaj që është shpallur i zhdukur apo me çështjet nëse pushohen për të pasur një ide? Ka një variant, sepse kjo që nga momenti kur ka ndodhur kjo histori e Ervis Martinaj, padyshim që Ervis Martinaj për botën mediatike është një nga personazhet që çuditërisht shet më shumë në kuptimin që ka interes publiku për të, sepse mbase e thash dhe u shpreha dhe keq. Ka një interes mjaft të madh. Po sepse një personazh i zhdukur që ka pasur shumë në histori të tjera të lidhura nga pas, kështu që gjithmonë teoritë konspirative bëjnë të vetën. Visi ishte një personazh që ndërlidheshte me politikën, me biznesin, me lërat e fatit, të që e dim publikisht. Me showbizin, kishte një audiencë mjaft të madhe edhe në showbiz, në lajmet e showbizit, me lojrat e fatit po ashtu, me ekonominë, kishte me botën e krimit dhe duke qenë se navigonte në këto 4 komponent, padyshim që ishte më i kuotuar në sa i përket interesit publik. Pra gjithmonë sa të vije foton, madje që kur ka ndodhur nga 2022 edhe deri në edhe sot mjafton të vesh foton e këtij individi edhe një titull në një web, lajmi shkon në maj. Pra kuotohet gjithmonë në lajmet e para të lexueshme të publikut. Por që nëse të dalëm të pyetja jote, nëse ai shfaqet sot, padyshim që së pari duhet të ekzekutohen 2 masa sigurimi, arrest më burg që ka, dhe së dyti bie pastaj dhe alibia tjetër që kanë kërkuar familjarët për shpalljen e tij të zhdukur. Por që shanset janë që të jenë tek zeroja. Unë zakonisht them që nuk jam i bindur plotësisht, por që në këtë rast tashmë më shkruar bindja që ai është 0.0000 të lëmë ca përshëndetje në fund. Zhdukur plotësisht. Për ta përmbyllur çështjen e Martinajt, sot Gaxherri ka qenë një nga personazhet që ka rënë në duart e drejtësisë me armbajtje pa leje ndaluar. Kujtojmë ka pasur apo jo një episod të plagosjes nga Ervis Martinaj në 2016, në mos gaboj. Po. Se duket sikur të gjitha ngjarjet shkojnë në të njëjtën rrugë sot, ë? Përmendet emri Ervis Martinaj dhe kemi të gjitha zhvillimet një herësh. Atëherë është një ngjarje e cila ka ndodhur në pikërisht në ambientet e lokalit të këtij Ismet Gaxherit. Faktikisht Gaxheri ka mbetur vetë viktim atje sepse është plagosur nga grupi Ervis Martinaj, por që është ngjarja që ka zanafillën numër 1 të ekspozimit të Ervis Martinajt në publik. Pra, nëse do të themi që bloku i solli pasojat më të mëdha mediatike, por edhe në raport me qasjen me policinë, me prokurorinë dhe qasjen me shtetin Ervis Martinaj, në fakt aja dhe guri që solli vijin në rënëse të Ervis Martinaj është pikërisht ngjarja ku edhe ju e përmend pak më përpara e plagosjes së Ismet Gaxherit. Në fakt Ismeti atje u plagos, por që u vra shoku i tij i ngushtë, me sa më kujtohet me Elton Nikaj, diçka e tillë. Pra, ajo ngjarje solli ekspozimin e tij në publik dhe më pas siç janë dhe pamje filmike, Elton Nikaj, ke të drejtë, po. Pra, këto janë planet e para që janë shfaqur në media, me sa mbaj mend unë nga kamerat të parkingu i lokalit në Dajt, po. Pamje. Kam qenë te shqiptarja.com dhe i kam publikuar këto pamje. Ekskluzive të tua, po. Këtu janë te parkimi dhe faktikisht Ervis Martinaj së bashku me 3 personat e tjerë kanë shkuar në ambientet e lokalit të Ismet Gaxherit me qëllim për të takuar Elton Nikajn. Në atë periudhë Ervis Martinaj lëvizte me 3 apo 4 makina së bashku me grupin e tij dhe futi këtë trajten që shkonin dhe i merrnin lekët personave të cilët ata i kishin borxh Ervis Martinaj, sepse Ervis Martinaj dihet që ishte edhe një njerëz që jepte para me fajde dhe nëse nuk ktheje lekët ose përqindjet e fajdeve, padyshim që sillte këto format që të bënte presion, të kërcënonte, të rrihte në publik dhe në këto kushte e njëjta ngjarje ka ndodhur në këto kushte dhe për shkak se Elton Nikaj nuk ka pranuar të jap pjesën takuese të parave Ervis Martinajt, më pas kanë shkuar ngjarjet deri në atë moment kur njëri nga shokët e tij ka vrarë Elton Nikën, ndërsa tjetri ka plagosur Ismet Gaxherin. E qartë, mirë, do doja të kishim më shumë kohë gjyno për të folur, por nëse mund të më japësh disa detaje nga ngjarja e rëndë tjetër që ndodhi sot në Durrës, kur